Berat je shqiptari I parë që e ke fitu Ligën e Evropës. A është arritja më e madhe e karrierës tone? A e pas ndonjëherë një ndjenjë që është një dashni ndalume, sepse origjina e gruas tonë është nga Serbia. Ti ndron momente të tilla në futboll dhe besoj këto janë gjëra që nuk i harron kurrë. Kur ka ardhur ai mesazh në fund që nuk jam pjesë, sigurisht kam qenë I mërzitur. A e njën vetën që keni me pas në rrezik për sulm apet, çysh e paramendon? Kur ka qenë shorti I grupeve, nuk kam qenë I lumtur, të them drejtën, sepse e shoh edhe shumë shpeshherë që I thonë, po ju merrni kaq shumë parë apo lek, siç mundi mu anku për shembull, po ato nuk e kuptojnë gjithë ato rreth që ke mrapa, që I sakrifikon për futbollin, besoj. Besoj që frika më e madhe është kur vjen momenti që më thon boll. Sorry. A mendon që mundem me të pasi kur coachin të ardhmen? Po, besoj që po, sepse... Yes, I kom biton. Besoj që po, sepse... Hej, mirë se vini tek Viseta Podcast. Jemi në Itali, në Bergamo, Città Alta. Për këtë epizode kam kënaqësinë me shpërnda një bisedë me një djalë që reprezenton shqiptarinë ndërkombëtarisht. Zakonisht nuk mundu me pa kurrë në për intervista. Është një privilegj shumë I madh. Hajde një me mu me pa se kush është? Vera. Shëndetje. Si je? Mirë të si. Mirë. Faleminderit ti. A je mirë? Mirë, faleminderit. Si je? Si po kalon? Mirë. Ju shini? Mirë, shumë. Mirë se erdhë në Bergamo. Faleminderit shumë që na hape dyrt me ardhur në qytetin tonë. Qysh po kalon, a je mirë? Mirë, faleminderit, krejt mirë. Fëmit? Po rritër. Veç sa e baba pet fresk për sa muj ka biba e tretë? Një muj. Oh, wow! Shumë e freskët është, po. Po, a jeni këtë me shëndet? Po, aja gjëja më rëndësishme shëndeti, sigurisht. E din edhe ti vetë, me dy fëmijë. Po. Besoj që janë mirë edhe tot. Po, faleminderit shumë mirë janë. I kum lanë në Saudi me babën e tyre. Unë e kum ujtë me ikë vetëm për 2 ditë. Po tash apet mas gjeni me ftunë na kthejhom një herë. Po. Berat je shqiptari I parë që e ke fitu Ligën e Evropës. A është arritja më e madhe e karrierës tone? Si arritje, sigurisht si ta shikojmë vetëm futbollin, po. Të them, si të më pyesësh për jetën, të them jo, sepse në jetë besoj që arritja më e madhe është ti kem, siç folëm edhe më herët, 3 fëmijë të shëndetshëm. E gjë më e rëndësishme që ka qenë gjithmonë ëndra ime me pas shumë fëmijë. Po si ta shikojmë aspektin e futbollit, sigurisht që është arritja më e madhe dhe jam shumë krenar që siç e tha ti si në atë lojë që kam qenë kapiteni I skuadrës, dhe si shqiptar, sigurisht që ka qenë një kreneri shumë e madhe si për mu, si edhe për familjen tim. Berat, në 2015 e ke marrë zgjedhjen shumë të madhe me reprezentu kombin tonë, me luftu për ngjyrat tona shqiptare, je tërheq pe ekipit nacional zvisran, cili ka qenë motivi më I madh? Ka kalu pak kohë deri atë pikë, po besoj që motivi më I madh ka qenë babi im, sepse ai është komgull që shkojt luaj. Patriot? Po. Patriot, sigurisht që gjithë jemi patriot, po besoj që ai është komgull që unë shkojt luaj për Shqipërinë. Unë I kam bërë gjithë grup moshat në Zvicër, sepse kam lidhë në Zvicër, dhe është futbollin që kam mësuar ka qenë në Zvicër. Dhe masanej ka qenë ai momenti që do bëjmë, do presë me lu për Zvicërën, apo do shkoj me lu për Shqipërinë. Dhe në atë moment e mbaj mend ka qenë trajneri Gjani Debiazi në atë kohë, dhe kanë qenë kualifikimet për Evropianin. Po. Dhe me kanë thirrë mu në telefon dhe më kanë pyet a do më ardh me lu për Shqipërinë, me sigurisht për kombin tonë, dhe pastaj kam folë me babën, siç thash më herët.
Dhe ka qenë vendosja shumë e shpejtë dhe jam shumë krenar që kam bërë atë vendosja atëherë. Berat, nalëm pak për vendimin që ke marrë, je kanë pjesë shumë e rëndësishme në kualifikime, kontributi ju të kanë shumë i madh. Për kualifikimet e Evropës 2016, për budallak nuk të kanë thirrë në Francë. Çfarë keni vetë në atë moment? Në atë moment sigurisht që kam qenë i mërzitur, sepse normal çdo futbollist ndron me luajt një turne kaq. Sidomos sikur ti që ke kontribu shumë në Po, në kualifikime. kualifikime atë golin e rëndësishëm në lojën e fundit e kam dhënë në Armeni dhe sigurisht që ka qenë një pritje e gjatë që të jem pjesë e asaj turneje, siç e thash më herët. Po kam qenë i mërzitur sepse normal ti ndron momente të tilla në futboll dhe besoj këto janë gjëra që nuk i harron kurrë. Kur ka ardhur ai mesazh në fund që nuk jam pjesë, sigurisht që kam qenë i mërzitur, po besoj që ka duru një javë, dy, ndoshta mërzitja, pastaj mërzitën e kam zhvilluar në forcë, të them, dhe të bëj akoma më shumë, dhe të luftoj edhe më shumë dhe të më arrit edhe një herë tjetër dhe ja kam dalë besoj vitin e kaluar me Evropianin në Gjermani. Berat, edhe po të garantoj që u kanë një mërzit shumë e madhe për neve, se këtë jena mërzit shumë që nuk të kanë thirrë dhe u kanë një padrejtësi që ta kanë bë, unë muna me thonë. Po ti, Berat, ke vazhdu me nejtë besnik për kombin tonë, dhe për mu je ekzempel i besnikërisë dhe faleminderit që vazhdon me luftu për gjërat tona. Po, sigurisht edhe ajo që po thuti, siç kam pas edhe shumë mesazhe të tjerë nga të them gjithë shqiptarët tanë mban botës që më kanë dhënë atë. Po, ka qenë dëshpërim, po më ka dhënë edhe mua forcë me vazhdu dhe mi tregu atinve që atëherë nuk më kanë marrë që kanë bërë gabim. Po. Që s'kam qenë pjesë dhe kjo ka qenë sigurisht edhe e rëndësishme në karrierën time. Berat, që të verë kanë me konë kualifikimet e Kupës të Botës 2026. Është një lojë në Serbi, është një lojë në Shqipëni, na e dina që kena pas sulm në 2014 kur lojtarët kanë luajtur në Serbi. E nin vetën që kemi pas në rrezik për sulm apet, çysh e paramendon? Shpresoj që jo, sigurisht që na luajmë futboll, nuk jemi, besoj, nuk bëhet të përzijim me politikën, sepse futbolli është një gjë për gjithë botën dhe nuk është për ndryshe ajo që ndjeket mas shumti nga gjithë bota e futbolli. Po si të flasim për atë ndeshje, sigurisht që kur ka qenë shorti i grupeve, nuk kam qenë i lumtur, të them drejtën, sepse mi pas ato parasysh që i thete që i tregova më herët kur ka qenë ajo në 2014 që ka ndodhur. Dhe sigurisht që kanë pas gjithë shqiptarë, sidomos atë gjendje që ka qenë atëherë në Beograd. Po. Dhe sigurisht që kam mendu jo mos prap, apo kupton, në filmin e fundit, po besoj që tash sa ka ecë edhe koha, besoj që u zhvillu edhe besoj futbolli në Shqipëri dhe besoj tifozat sigurisht që sa po e presin atë ndeshje, po besoj që nuk do jetë ndaj rrezik. Besoj që do marrin masat dhe do mendojnë vetëm për futboll, shpresoj. Në 2014 kur i patapon lojtarët dhe që kanë nisë me pas sulm pe fansave në fush kur i kam pa kretu ngateta, unë ja kam nisë me kajtë se ma kanë rikthyt kalumen e luftës, edhe për që ta besoj që na këtë shqiptarët jena pak në stres për kualifikime, ama edhe unë jem e mbindur që gjërat kanë evolu. Po, sigurisht. Besoj që duhet me menu më të mirën dhe me menu vetëm për futbollin besoj. Berat, muna me thonë që e rrit me grunë tonë, me konë një kitë rrethmi, me konë një që shumë vite, pi që shumë i vogël. A e ke pas ndonjëherë një ndjenjë që është një dashni ndalume, sepse origjina e grusë tonë është nga Serbia? Po, sigurisht që po, sidomos në fillim besoj që kur jemi takuar në parë, besoj sepse ajo është lindur në Zyrin në Zvicër, siç edhe unë, dhe besoj jemi taku atje ndërmjet disa shokëve rreth shoqërisë. Dhe në fillim ka qenë vetëm shoqëri e bukur e mirë dhe pastaj u zhvillu në dashuri, sepse në ato momente
sigurisht në fillimit, ma shumë, të them drejtën, nuk e kam pas për veten, si që thati për dashurit e ndalume, ma shumë e kam pas për prindë të mi. Qa mendojnë prindë, sepse ne gjithmonë, çdo gjë që bojmë sa mjakthy dhe me na i fjale e prindëve më të mirën që ata na kanë bo për neve kur i kemi qenë të vegjël. Dhe ka qenë ajo frika të them ma madhe, po besoj që me kalimin e kohës ata kanë njoftu gruan time sa ma mirë dhe u shbo jemi një familje madhe tash dhe besoj që ato biseda të politikës shqiptarë, serb, besoj që nuk janë pjesë e jonja. Ne mendojmë vetëm për dashurinë që kemi për njëri tjetrin, për dashurinë që kemi për familjarë. Është gjëja më e rëndësishme. A kanë pranu me njëherë martesën familja jote? Po me njëherë, me thonë drejtën jo, sepse edhe ata kanë menu në fillim se je i ri, kanë pas 18 vjetë, kanë menu që është vetëm kështu kalu se shoqëri dhe nuk është diçka serioze. Po masanej që ka disa muj, kam thonë këshirë se është gjë serioze dhe unë me vërtet e du shumë. Dhe pastaj kanë njoftu sa ma mirë dhe kanë pranu ashtu si që është. Dhe prapë besoj që në dashuri nuk ka vend për kësi gjëra dhe besoj që ajo ka qenë forca jonë ma madhe që kemi përballu gjitha. Edhe pse ka pas sigurisht komente negative, po në fillim më kanë lëndu pak, kur kam qenë më i ri, po masanej besoj që jam forcu dhe nuk e kam që kam vrejt shumë ato komente që kam bo njerëzit për mua apo për gruan time dhe kam vazhdu rrugën time. Sidomos që ti vazhdon edhe lufton që 10 vjetë për ngjyra tona. Berat, unë e di, ti e din që mas një lojtarit të futbollit që është shumë i suksesshëm, e dina shumë mirë që ka shumë sakrifise, që sakrifiset janë pafund. Dhe shpesh as nuk keni kohë me harxhit parët e juve, me shfryzu parët e juve, fëmijët e juve nuk mundi mi po tu rrit, nëse gruaja juve është smut, nuk mundi mi mojt me kon prezent. A ka pas në moment gjatë karrierës ku ke dosht mu tërhiq për futbollit? Mu tërhiq jo, po sigurisht që sakrifisa ma madhe besoj është në futboll për neve, është familja, si që din edhe ti, me burrin tonë, besoj që momentet me familjet, momentet më të bukura me familjet, besoj që shpesh herë edhe i humb. Sepse unë për shembull për me gocën time, që ka tash 18 muaj, 19 muaj, nuk e kam pa kur ka fillu për herë të parë me hec, apo kupton? Ato janë gjë të bukura që nuk i përjeton dhe sigurisht që ato janë mungesat e tona në jetë që kemi si futbollist, sidomos kur lunë në një nivel pak më të lartë se lunë çdo 3-4 ditë ke ndeshje futbolli dhe nuk je shumë në shtëpi, je më shumë në hotela se sa në shtëpi dhe sakrifica është e madhe, besoj që njerëz nga jashtë nuk e shohin. E shoh edhe shumë shpeshherë që i thonë, po ju merrni kaq shumë para apo lek, siç mundi mu anku për shembull, po ato nuk e kuptojnë gjithë ato rreth që ke mbrapa, që i sakrifikon për futbollin, besoj. Berat, është një presion shumë i madh për çdo ndeshje që keni. Është një presion fizik, është një rrezik për juve që mundi mu lëndu shumë keq edhe mundi me hub karrierën e juve shumë shpejt. Edhe kënjëherë është pa drejt se ju fqesin me njëherë anash. A më shumë të regu cila është friga jote më e madhe në futboll? Friga jeme më e madhe në futboll besoj që është nuk janë lëndimet, të them drejtën, sepse kam pasur unë disa lëndime, po lëndimet forcojnë. Besoj që friga më e madhe është kur vjen momenti që më thon boll futbollit, besoj që ajo është për mua friga më e madhe sepse ajo është gjëja që si kam qenë i vogël, kam pas dëshirën më bëj gjithmonë futbollist profesional, të them. Dhe besoj është friga më e madhe e jemja, po prapë presioni siç e tha ti, besoj që fizikisht sigurisht, po mas shumë ti është mentale, sepse presioni që ke dhe konkurencën që ke çdo ditë, apo në stërvitje, apo në fushë, gjithmonë duhesh me dhënë 100%. Dhe sigurisht që ka disa herë ato lëndime siç e tha ti, po besoj duhet me i përballu dhe duhet me qenë shumë me i fortë në kry. Dhe mi përballu gjitha këto gjëra dhe pastaj sigurisht që mund me arrit çdo gjë në futboll. A ke mendu se kur kemi marrë pensionin?
Në çfarë moshe afërsisht a kina ideja? Po shpresoj jo, dhe me 40 vjetë jo, nuk e di. Jo, munësh se tash, Po, sigurisht. sidomos si kur defensor. Po, ta këshirim sigurisht që kam dëshirë të luaj akoma futboll, akoma është zjarri brenda mu, besoj që me dhonë maksimumin edhe më përmisu edhe, pse jo. Edhe nuk e kam menu fort, të them drejtën, po sigurisht që do vi edhe e koha. Do jemi përgatitur, jam të përgatit prej tani, pak a shumë, të them drejtën. Ideja e pensionit kush gëzohet më shumë tja, gruaja. Se na vujna shumë njerëz nuk e din po na gratë vujna. Sigurisht që gruaja të them drejtën, unë siç e thash unë muj edhe nëse jam mirë fizikisht, do luaj edhe në 40 vjet, po besoj që gruaja sigurisht që do jetë e lumtur kur e vjen momenti me shfrytzu edhe momentet e bukura si familje. Po. Me kone të nditën bashkë siç nuk jemi tani, sepse me gjitha stërvitjet edhe lojet që kemi. Po do jetë edhe momenti sigurisht një ndryshim i jetës jo i lehtë për mua besoj. Po do jetë një moment shumë i bukur për fëmijët tonë dhe do na shijojnë si prind gjithmonë bashkë. Unë për shembull shumë shpesh bëna merak për burrin tim, se them kur kam përfundu futbollin, a kam e mujt me ballafaqu jetën normale që nuk kam nuk kam raport me futbollin. Të na thosha, ndoshta me të bë coach, por gjithmonë me pas një kohë futboll, a mendon që mundem me të pas sikur coach në të ardhmen? Po, besoj që po, sepse... Yes, i kombiton. Besoj që po, sepse na i mësojmë me futbollin, jemi të nditën aty. Nuk e di tash a do bëj direkt pas karrierës time si futbollist, apo do bëj pak pushim e pastaj do shikoj. Po sigurisht që ajo gjë që do bëj është diplomën e trajnerit, do bëj sigurisht, e pastaj do vendosi, po flas edhe shumë shpesh me gruan time dhe edhe asaj pëlqen për shembull me qenë unë në jetën e futbollit, besoj edhe pastaj pse jo si trajner. Po do shikojmë me kohën dhe gjëja më e rëndësishme është që ta bëj diplomën e pastaj do vendosi masanej, nëse ka mundësi më bë trajner. Se jo. Unë në Beratin personalisht, se kom jetu këto 2 vjetë dhe është shumë i afër me burrin tem. Dhe Berat unë muna me thonë e di që jem e bindur, edhe muna me thonë që nëse bëhesh coach, kime pas sukses shumë të madh. Se Berat është një njeri shumë serioz, është një njeri shumë i dedikum, përparësia në jetën tonë është futbolli dhe familja. Dhe jem e bindur që kime pas sukses e inshallah bëhesh coach për klubin tonë. Faleminderit, inshallah. Jo, unë desha edhe ty me të përgëzu për podcastin që ke bo, dhe besoj që keme pas shumë suksese. Faleminderit shumë. Dhe ne njemi dhe shpresoj që arrin sa më lart dhe arrin maja që nuk imagjinon dhe shpresoj që kaloni sa më mirë. Jena ardhë mrena, se ja filloj me ra shumë shi. Futbollistat zakonisht e kanë një kualitet intelektual që është shumë shefur, që nuk e dina krejt, po këta folin disa gjuhë në perfekcion. Dhe me stafin teme kena kriju një lojë të vogël, mi gjetë disa fjallë në gjuhë të ndryshme. Loja ja fillon. Italian. Cane. Si. Ti. Shumë e shpejti. Spanish. Pelota. French. Oh, no, this is le Bonhomme de Neige. Yes. Balladime. Po. Okay. Italian. Sedia. Si. Bravo. Albanian. Lush. No. Shit. Po thonë dëshka gabim të... Ja, luk... Ja, se ti. Wait. Lush? No, wait. No. Oh my god. What is the letra por? G. G? Gal. Galush? Qysh? Garusht. S'pasën të Okej. Për ata që i bojnë pasol, ja? German. What is this? Oh my god, bro. It's bread, no? Brot. No buka,
the middle. Tuli bukës. German, you said? Yes. Albanian. Triangle. No, sorry, I said in French. Perde. No. Perde is this. No. Tentene. Yeah. Yeah. Oh my god, I thought është triangle. Tentene. Po, oh my god. Eğer boş. Yes. Yes. Okay. Turkish. Çocuk. Çocuk. Çocuk mi? Portugais. Torta. No. We don't know. Nuk e dina. Bolo. Bolo? Bolu? Sim. Português. Fala português. No. Okay. Albanian. Brava Ederes. Sim. A ke dit? Po. In Albanian. Tepi. No. Oh my god. Jo, qibe nuk është. E vuoi se çebe? Jo, se Lloj të pijet. tepi antike. Qëllim. Bravo. Okay, I have a trap. The last one. In Arabic. Humar. Samare. Yes, humar. Magara. Yes. That's what I remember. Por që ta, ka rënë mend se Humari thonë edhe Magarit edhe ngjyrës të kuqe. Okay, in German. Katze. Ja, genau. Okay.